Ish-banorja e Big Brother VIP Armela Hyseni gjatë një interviste ka folur për komentet negative në rrjet që lidhen me ngjyrën e lëkurës së saj. Ajo shprehet se fyerjet racore janë të papranueshme dhe se hallat e saj janë borë të bardha. Çfarë mendon Armela se penalizojnë lojën brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri? Armela: mund të jem dukur antipatike njerëzve, shqiptarët e kanë zakon që nëse thua të vërtetën dhe je drejt për drejt, bëhesh antipatike. Nuk kam lexuar në fakt as komentet që janë dhënë për mua, mesazhet që më vijnë janë të bukura dhe motivuese. Planet e Armelës për të ardhmen cilat janë? Armela: nuk kam ndërmend t'i ndajmë televizionit, shpresoj të jem adapte për një gjë të tillë. Fillimisht dua të kem disa dalje televizive që të shoh se ku do të përshtatem. Nuk dua të futem diku që nuk më rri fare. Nuk mërzitem lehtë. Prekem nëse më mërzisin familjen. Mua nuk më shqetësojnë. Më vjen për të qeshur dhe për të qartë për ignorancën e disave. Më vjen keq që kam ngritur zërin për disa kauza për këtë popull. Ofendojnë, fyejnë për ngjyrën e lëkurës. Asgjë nuk lidhet me çfarë thon ata. Janë ignorant. Fyerjet racore janë të papranueshme. Unë me origjinë të largët jam nga Korfuzi. Hallat e mia janë borë të bardha. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.